Me mbështetjen e ambasadës së Britanisë së Madhe në Shkup, sot në Kërçov u zhvillua punëtoria për fuqizimin ekonomik të grave, një projekt që realizohet nga shoqata Antiko dhe Komuna e Kërçovës, i cili ka për qëllim krijimin e mundësive për punësimin e grave në sektorin privat. Me mbështetjen e ambasadës britanike dhe komunës së Kërçovës, shoqata Antiko organizoi punëtori interaktive për përgatitjen e projekt planit të veprimit për fuqizimin ekonomik të grave. Projekti për fuqizimin ekonomik të grave ka për qëllim krijimin e mundësive të punësimit për gratë e papunësuara, të cilat mund të gjejnë veten duke konkuruar me projekte konkrete për hapjen e një biznesi i cili do të siguronte edhe punësimin. Projekti fuqizimi ekonomik i grave është një mundësi e mirë për gratë e Kërçovës, të cilat mund të konkurojnë në shoqatën Antiko me një projekt i cili do të favorizojë punësimin e tyre, tha Sanie Sadiku, përfaqësuese e komunës së Kërçovës, e cila shtoi se kjo iniciativë është harmonizuar edhe me përcaktimet e planit aksional për barazigjinore të komunës së Kërçovës. Pra jemi në vazhdën e aktiviteteve të projektit fuqizimi ekonomik i grave të komunës së Kërçovës. Në këtë projekt jemi 3 faktor kryesor kyç. Është ambasada e Britanisë, e cila e mbështet financiarisht projektin, shoqata qytetare Antiko dhe komuna e Kërçovës, ku janë të kyçura edhe shoqatat jo qeveritare të grave, pra disa faktor të kyçur për të hartu planin aksional për fuqizimin ekonomik të grave. Gjithashtu edhe plan aksional të komunës së Kërçovës për barazin gjinore që kap hapësirën prej vitit 2016 dhe vitin 2017. Është projekti mirë se ardhur për gratë, sidomos për shoqatat jo qeveritare, gratë e papunësuara, të cilat mund ta gjejnë veten, mund të konkurojnë me projekte si për hapjen e bizneseve të tyre vetanake, po edhe marrjen me disa aktivitete të cilat mund të konkurojnë në këtë shoqatë Antiko dhe të mbështeten financiarisht për të hartu projektet e tyre. Po tash këtu kemi të përfshira disa shoqata të grave, të cilët marrin pjesë, dhe njëkohësisht edhe komisioni për barazi gjinore pranë komunës Kërçovës, të punësuar në administratën e komunës, pjesëtarët të Antikos dhe kështu me radhë. Shpresoj se do të ketë jehon ky projekt dhe do të ketë një interes më të madh nga gratë komunës së Kërçovës, pa marrë parasysh në cilët zeje, artizanate, apo çfarë dhuntie tjetër kanë ato. Plani operativ për fuqizimin ekonomik të grave në komunën e Kërçovës shton analizën e problemeve dhe përcakton strategjitë dhe prioritetet e zhvillimit të aktiviteteve për vitin 2016 dhe 2017. Në kuadër të planit për zbatimin e masave është parapar edhe krijimi partneritetit dhe bashkëpunimi në mes të subjekteve dhe palëve të interesuara për punësim, që do të plotësojnë qëllimet prioritare të këtij projekti.